Mirë, shkojmë në redaksinë e Report Televizion, kam kolegen Blerina Gocën në lidhje të drejtë për të kuptuar ndoshta më qartë pse erdhi kjo ndarje nga jeta e Piro Milkanit. Blerina, përshëndes, çfarë informacionesh kemi për këtë? Akoma është ende errët, por regjizori Piro Milkani kishte prej më shumë se një viti që nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore. Lajmin e ndarjes së tij nga jeta e ka dhënë djali i regjizorit të njohur, regjizori Eno Milkani. Ndërkohë që detajet në vijim do të marrim vesh më pas, pra se kur do të zhvillohet ceremonia martore e nderimet për regjizorin e njohur. Po ndërkohë nga jeta prodhuese, kur ishte ndërhyrja e tij e fundit, prodhimi i tij i fundit, nëse ka informacione në lidhje me këtë, pra ti po thua që rreth një vit apo diçka e tillë si periudhë kohore ai ishte distancuar nga jeta publike apo jo, për shkak të arsyeve shëndetësore, po. Arsyeve shëndetësore dhe për shkak të moshës së thyer sigurisht. Gjithsesi ai ka bashkëpunuar punët e tij të fundit kanë bashkëpunuar me birin e tij, regjizorin Eno Milkani. Ndërkohë që janë të shumtë filmat që mbajnë emrin e Piro Milkanit si regjizor. Janë mbi 20 filma të paktën që mbajnë emrin e tij si regjizor, edhe filma mjaft të njohur për publikun shqiptar. Fillimisht ai ka filluar karrierën e tij në Kinostudion Shqipëria e Re si operator filmi, pasi edhe kishte studiuar në Prag për këtë gjë, dhe më pas si regjizor, duke u zhndërruar në një nga regjisorët më të dashur për publikun shqiptar. E qartë. Ndërkohë ka patur reagime të para që pas konfirmimit të lajmit nga vetë djali i tij, nëse ka të tilla, jemi në momentet e para që kur është konfirmuar ky informacion. Sigurisht ka mesazhe ngushëllimi, janë të shumta mesazhet e ngushëllimit nga njerëz të artit, kulturës edhe të kinemas, por ashtu siç e thatë jemi ende në momentet e para dhe patjetër do të ketë edhe mesazhe të tjera ngushëllimi për një humbje të madhe për artin dhe kulturën shqiptare.